Këshilli i Ministrave ka miratuar vendimin për krijimin e arkivit qendror në veprim për dokumentacionin teknik të tipologjisë së veçantë të armatimit, pajisjeve teknologjike ushtarake të forcave të armatosura me seli në Tiranë. Arkivi qendror në veprim për dokumentacionin teknik të tipologjisë së veçantë të armatimit, pajisjeve teknologjike ushtarake të forcave të armatosura financohet nga buxheti i shtetit dhe burime të tjera të lishme sipas legjislacionit në fuqi. Buxheti i arkivit përbën zë të veçantë në buxhetin e Ministrisë së Mbrojtjes. Po kështu, arkivi qendror organizohet në nivel qendror dhe ushtron veprimtarinë e tij në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë brenda fushës së përgjegjësisë së Ministrisë së Mbrojtjes, si dhe ka stemën, vulën e vezyrtare e logën. Vula ka formën dhe elementet e përcaktuara e cila prodhohet, administrohet dhe ruhet në përputhje me legjislacionin në fuqi. Arkivi qendror ka për mision ruajtjen, përpunimin, administrimin, digitalizimin dhe shërbimin e dokumentacionit teknik të municioneve, të prodhimit të armëve dhe çdo dokument që i shërben kësaj industrie. Gjithashtu ka për detyrë të tërheqë për ruajtje, administrim, digitalizim, deklasifikim dhe shërbim të gjithë dokumentacionin e tipologjisë së veçantë të industrisë së prodhimit të armëve dhe të përpunimit të dokumentacionit tipologjik nga institucionet fond krijuese. Njëkohësisht, arkivi qendror ofron shërbim arkivor për qytetarët dhe subjektet e interesuara për dokumentet e tipologjisë së veçantë të armatimit, pajisjeve teknologjike ushtarake të forcave të armatosura që kanë në ruajtje dhe administrim nëpërmjet shërbimit të dokumenteve të tipologjisë së veçantë të njësuara me origjinalin, shërbimi dhe shfrytëzimi i dokumenteve bëhet kundrejt pagesës. Ndërkohë, arkivi qendror administron, digitalizon dhe shërben dokumentacionin e tipologjisë së veçantë për një afat për 115 vjetësh nga momenti i dorëzimit pranë këtij arkivi nga institucionet fond krijuese. Institucionet fond krijuese të forcave të armatosura, të cilat ruajnë, përpunojnë, administrojnë dokumentacionin e një tipologjie të veçantë, dorëzojnë dokumentacionin pranë arkivit qendror jo më vonë se 5 vjet nga data e mbylljes operativitetit të dokumentit e fond krijuese. Në arkivi qendror funksionon komisioni i ekspertizës, i përbërë nga jo më pak se 5 anëtar, me kryetar drejtorin e arkivit. Komisioni i ekspertizës harton listën konkrete të dokumenteve me rëndësi historike kombëtare dhe të dokumenteve me afat ruajtje të përkohshme, si dhe përcakton afatet e ruajtjes për këto të fundit, jo më pak se 15 vjet dhe jo më shumë se 25 vjet.